Zjarri në fshatin Riban të Mallakastrës është përhapur ndjeshëm gjatë natës duke marrë për masa dhe shtrirje të mëdha. Aktualisht flakët paraqesin rrezik të shtuar për të përhapur drejt masivit pyjor të fshatit Lofkënd. Në terren janë përqendruar forcat e ndërhyrjes në dy drejtime, në Riban dhe Lofkënd, me qëllim frenimin e avancimit të flakëve. Në operacion janë angazhuar 5 mjete zjarrfikse nga Mallakastra, Fieri, Roskoveci, Beraci dhe Kuçova, 30 efektiv të shërbimit zjarrfikës, 35 punonjës të forcave bashkiake, 2 autobot me ujë, si dhe pritet të bashkohen dhe 35 deri në 40 trupa të forcave të armatosura. Sipas autoriteteve, terreni është shumë i vështirë, vëmësia e dendur dhe shtrirja e madhe e vatrës e intensiteti i flakëve bëjnë tepër të vështirë ndërhyrjen vetëm me forca toksore. Për këtë arsye, u vlerësua si i domosdoshëm ndërhyrja nga ajri për izolimin dhe vënien në kontroll të vatrës së zjarrit. Avioni zjarrfikës Air Tractor AT-802 Fireboss me numrin operacional 833 vijon ndërhyrjen nga ajri për shuarin e flakëve. Gjatë paradites avioni ka kryer disa hedhje uji mbi vatrat aktive në zonat e Ribanit dhe Lofkëndit në mbështetje të forcave zjarrfikse që po punojnë në terren.